Ne lirisht mund të themi se nëse i marrëm dy persona, njëri është prej atyve personave të cilët han, ushqehet, por nuk e bën një jetë, nuk e ka ndërmend se këtë ushqim unë që e ha për ta forcu veten time në zbatimin e urdhave të Allahut xhaleshanu. Nuk e bën për një gjë të tillë, por e bën për një jetë e tjera, apo as pak nuk i shkon ndërmend. Qemi fort, ose e ngjashme, ama nuk e lidhen me Allahun xhaleshanuhu. Normal se ki person humb dhe nuk e ka shpërblimin të Allahu xhaleshanuhu. Ndërsa nëse ki e bën një jetë që unë këtë ushqim që e ha për ta forcu veten time në zbatimin e urdhave të Allahu xhaleshanuhu, atëherë normal se e ka shpërblimin tek Allahu xhaleshanuhu.